Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në një tjetër video timen. Emri im është Vera për gjithë ata që nuk më njohin. Edhe te ky kanali im YouTube do gjeni lloj gjërash, lloj budalliqesh. Por pothuajse asgjë related to fashion edhe gjëra kështu fancy. Nëse është më shumë family channel le të themi. Por e pas herë mësoj ca gjëra. Sot është data 30 tetor, edhe është shenjte, dhe unë e kam marrë pushim sot, sepse fëmijët janë out on break, janë domethënë ka një javë pushime, edhe guess what, të hënë të marrë të mori marrë pushim, dje që ishte mërkur punova me të dy fëmijët nga shtëpia, ndërsa sot kisha planifikuar që ta merrja pushim unë sot edhe nesër që është 31 tetori. Tani, sot jemi zgjuar neve si zakonisht nga ora 6, derisa zbritëm poshtë, bla bla bla, tlalala, edhe iku ora, tani është ora 8:30 dhe unë kam vënë gjellën atje për të bërë, do zënë qik buk, sepse kam bërë gjellë me lakra zeza, apo lakra jeshile, nuk e di si i quani juve, dhe do bëj qik buk. Do bëja dhe byrek me kungull, e kam bërë gati gjysmën e kungullit dje, mirë po dhe thash do ta bëj sot në mëngjes byrekun që ta hiq hapë dhe pastaj të kem gjithë ditën me fëmijët. O luajm, o kërcejm, o dalim xhiro etj. Po do dalim se s'bën se Bianca do të shkojnë në McDonald's. Është her cheating day. Jo her cheating day, është një herë në ca kohë që shkojmë neve, ka okay. Edhe kaq. Këtu kam kafe ndime e cila është bërë akull. Normale do bëj, nuk do bëj jo me ullinjë me gjëra, bukë normale. Kështu që bukën normale e gjeni kudo në receta perfekte YouTube-i, të cilat ja u tregojnë një pasient. Upsi, kjo është ngjella ime me lakra. Tani unë vetëm kjo ishte plot me lakra deri këtu. To lakrat jeshila apo lakrat e zeza i kam marrë në Sainsbury, sepse në vende të tjera nuk më duket ka dhe te Morrisons, nuk e di. Po te Sainsbury e di 100% që ka dhe sa herë që shkoj atje marr 2 ose 3 tufa edhe i bëj. I gjeta Vangjel. Tani këtë miellin e zi e përzjej me këtë. Gjithsesi pash tek Lidli që jo ky miell i zi, po ishte një miell i bardh, prapë si puna e këtij po i bardh, ai ishte super i shishëm, e bënte bukën super të shishme. Me ideja është që s'duhet bërë buka aq e shishme. Ta lër të vloj edhe dan. Po thoja që i bie shumë brumra. Flokët i kam kapur me këtë gjën kështu, crunchy, sepse nuk mi acaron, nuk mi këput, edhe flokët po më këputen goxha këtë periudhë. Çik nga stresi, çik nga koha, çik nga nuk e di. Po e di që duhet kem kujdes. Edhe unë që kur Linda Evanin e mbrapa, unë kur futem të bëj dush, gjej mundësinë për shembull më përpara e bëja si themi të planifikuar, zgjohesha, bëja kokën me vaj dhe thoja mbas 2 orësh do bëj një dush. Kur tani është ka mundësi po ik futur lau tani. Po i thoja për dimrin, unë dhe Mario kemi shumë kohë që nuk e festojmë nuk e festojmë, nuk rrim slow, më kupton, nuk bëjmë atë slow holiday, se neve kur jemi në Shqipëri, unë dhe Mario nuk jemi tipa që rrim në shtëpi edhe hajde rrim. Ne duam të lëvizim, duam të shikojmë, edhe lëvizim, kemi lëvizur edhe vjetë nga një qytet në tjetër, edhe madje në qoftë të shikoni se si kalon Krishtlindjet në Voskopoj. Oh, thank you mama. Qoftë doni të shikoni se si kalon për shembull Krishtlindjet në Voskopoj, apo si është Shkodra në prag festash e gjëra të tilla, mund të futeni të shikoni te kanali im. Bredo mama. Book, yes. Oh my mom, of course. It smells like flour. Can I help you cook it? Ti help fix. Po, mami, you can. Oh, mami, I'm almost finished now, me zemër. Hu ti het qik vaj. Do mami të vezi të lapi ty. Ta veso. Që la veti, mamit.
Ka që ishte të vinë fëmijët këtu edhe s'kam. We're going to the toy shop at McDonald's. No, be careful, Mama Zimmer. I'm gonna mix it, this thing. It's quite hard, Mommy, Can I have a little bit? Oh, Mommy, Can I have a little bit? You wanna eat it, Mama? Yeah, it's yummy. It's yummy. Eat it, Mommy, vet. Na, prit. Prit, ha. Interesting. Në mami, së t'jam bëgë të flokët ty. Ha, mami. Looks great. Looks great. Of deksha unë. Shife. Shifini të dy. E ku janë mu të ngjeje që po zien. Tani të ambulojun këtë me qese. Edhe të ambulojnë që të mbajmë ngrot. Këtu kam vënë lugën me mjalt. Tani do t'i kulloj mollët që i kam zjerë. Ku të dalloni që mjalti është origjinal, se nuk shkrin për një herë. Ujë të ngrohtë. Keni t'ja hedh te ky tasi vet. Me shpresën që ta pi, sepse jam e sigurt që do i bëj mirë. Kur kisha Biankën e vogël e pinte goxha këtë, po. Të që ngelet të piu. Happy Halloween! Tudu! Kënd përfundon, moment që ti shikon që fëmia ka qef atë që ti i bëre. Perfect. Thank you Lepuluti mamit. Çdo gjë u bë, buka u bë, e kam vënë, domethënë nishin këto 6 paninet këtu dhe 2 që të pruan i vurat e tjetra. Ka dalë super nami, janë shumë të ngrohta tani, kështu që po i mbuloj me këtë pecetën. Këtu kam bërë supën me lakra, këtu është lëngu i mollës. Tani do vishemi. Ha, mami. Tani do i vishemi dhe do ikim te McDonald's. Keni parë kështu ju që gatuan gjithë ditën, vën gati ushqimet, e gjitha dhe pastaj në orën 12 përfundon të shkosh tek McDonald's. Nëse ishte premtim që e kisha bërë Biankës, kështu që it's fine. Elëm të McDonald's, elëm të hanë gjëra të këqija. Ky lifti bën një 30 vjet. I added. Look at myself at the mirror. Oh, you look so pretty, Mole. Oh. Eva, ne kemi të kështë mullë. Nuk është me të veja tuj, po është të kështë mullë. Shuk. Dhe mora unë pushim. Normal. Dhe e festoj pushim liku në me kalamanën smun. Ke bët duelt me byllek, ti. Tek mami për qunin e vetë. Malim skopin edhe flup, flup. Flup, flup. Do ta bëj sa veti? Hajde. Ha. Aj. Tup, tup. Edhe byreku bë gati për në furr. Zëm vëndin Bianka mo. Më erdhi Mario dhe unë kam ja 3 ditë që po shoh se si bëhen. Do ta them. Brace yourself. Unë kam 3 ditë. Thua? Unë kam 3 ditë që më hahet Indian sweets. Na sillte një indian aty te puna. Se gua më kujtua një zot e di, edhe po vdisjet haje Indian sweets. Mali po shikoj edhe ca video në YouTube se si bëheshin e goja lëng.
Vjen burraqi nga puna, edhe më jep gjithë këto gjëra. Jam pure sheqer, kështu që olele. Eva nis është rrezik, kështu që ika. Përfundimisht nuk të lëm fëmijët. Keni provuar kështu ëmbëlsira indiane juve? Bo. Ha, ma Mario. Unë thash, ky është smur. Lëviz kaq shumë sa s'digje. Bravo, babi sukses. Kujdes më e dhatë, ha? Këtë jo. Ha. Më putej, mamu. O, zoti ma duhet të heqet të dorën E aty. diti që po luante me Biancën ky kështu sot? Po hidhesh e përpiste ajo? Po, vërtet? 300 herë më kanë ndërprer, nejsa. Ëmbëlsirat indiane i keni provuar? Ju pëlqejnë? Këto që janë si hall kanë provuar, më pëlqejnë. Xhalebi nuk më pëlqen. Nuk e di çfarë mund të kenë në gjë tjetër, por këto që kanë si ladu quhen këto më duket. A, nuk e di për atë zot, nuk e nga s'do. Ladu më duket quhen, po janë të mira. Tani do vëmë Evanin në gjumë. Të japim çik paracetamol se ka pak temperaturë. Ta vëmë Evanin në gjumë, me shpresë pastaj të vëmë. Kujtes me Mario, edhe Bianca në gjumë edhe ja, kaq. Natën roje soton. Hey, dita tjetër. Po ikim te një ditëlindje e shoqes Biancës. Jemi 7-8 minuta me vonesë. Edhe në 5 minutë çdo ecim. Nejse. Edhe luftë e madhe për të bërë gati. Jo me Biancën, me këtë kalafmiun e vogël. I vishja një këpuc, sa i vishja tjetrën kishte hequr njën dhe kishte ikur me vrap. Tmerr. Nejse. Evani like a dragon. Let me see you, pretty little lulupi. Si kështu. Bad girl, let's go! Filluan, unë sot s'kam filmuar asgjë, sepse sot kam qenë lumturisht pasive. Kam sistemuar ca gjëra, kam bërë 1-2 pastrime të vogla. Për të gatuar nuk kam gatuar si kisha gatuar dje shumë. Edhe sot kam ndënjur në pasivitetin tim më të mirë të ëmbël. Shkuam te ditëlindja me Bianca, tani po presim ca njerëz të vinë për trick or treat dhe në 6:45 dalim neve, shohim bëjmë ca trick or treat edhe ne me Biancën. Bianca është super e lumtur. There mama. Jep mund të dalim në macë kësa i ku erat fikët. Se go. Ja, këto gjërat e vogla na kënaqin neve. Edhe ndjem jashtë masë shumë lumturi. Normalisht kur kënaqen fëmijët. Edhe për neve është hera parë që bëjmë trick or treat. Se na u dukte Bianca shumë e vogël, ku dëgjon. Mirë po, kemi bërë të shtëpia që kemi pritur të tjerët, po s'kemi dalë ndonjëherë për të mbledhur kështu karamele. Edhe kësa radhe kemi për herë të parë. Ta heq mundin? Jo. Okay. Bobby there, don't look at me. Gonna say happy Halloween. Hajmo Evan, kështu do e bëjmë pazarin neve? Isn't that strange? It's okay, come this way mama. Se do me jetojnë sot pa punura. Te do bësh furr, Aha. edhe kjo do ecë si mes. Edhe i the Mario neve, nuk duhet haj Mario, duhet mbajmë dietë, po Mario. Kjo është karoca që kemi bler, do e bash djalin ti? Edhe letrat higjienike kemi edhe ikëm. S'di as vetë nga ta filloj, e mbaroj, e lë, e përgjysmoj, e zoti mami, o zot. Halloween dhe ishte shumë bukur. U kënaqëm shumë. Ishte ajo shtëpia me atë plakën, ishte fantastike. Mario filmoj pak pare se ju kërkuam dhe leje normalisht, sepse nuk e go lupi. Sepse normalisht ti do të kërkosh leje ti. Oh, thank you, shpirti mamit. I'm the best because I gave you some candy. Look at that. Nejse, sot është 1 nëntori. Edhe si që thash u kënaqëm shumë dje.
me trick or treat. Fatkeqësisht qelloj pak keq. Neve dolëm mirë sepse që në momentin që u futëm në shtëpi, edhe pothuajse deri vonë vetëm binte shi. Marr këto dyja. Çfarë janë këto, mo Mario? Advent calendar. Advent kalendar me çokoladë. Unë e kam thënë dhe e them çdo vit, unë nuk blej advent kalendar me produkte kozmetike sepse mendoj që është një shpenzim i kot. Do në vend që ti ta blesh 100 pound, 200 pound etj. Mundet shumë mirë ti blesh ato produkte që ti do, ndoshta të kushtojnë më pak lek. Varet se çfarë do. Tani këto e kam marrë për Biancën e zgjodhi vet, këtë për Evanit se i ka çokoladat e vogla fare, dallohet kjo që është pupull. Edhe vetëm sa për të ndjerë atë atmosferën, hap një numër ai, hap një numër kjo, edhe kështu. Tani unë këto do t'i vë aty, sepse kur vjen fundi nëntorit, që është fillimi dhjetorit, nuk gjen pothuajse asgjë. Kështu që këto ku t'i vë unë, ja këtu, tek ky Zari e bëm tek Lidl, kushtoi diku te 135 pound. Ushqimet nuk janë marrë vetëm për sot, domethënë vetëm për një javë, kështu që disa po, disa jo. Banane, pëllxhan, 2 copë, më duket 3 copë s'më mend. Garlic bread, mandarina, portokalle, hudhra, se unë përdor goxha hudhra. Edhe sidomos tani ndimër ja u super sugjeroj t'i përdorni, dhe mbas t'i fusni gjellë nuk është se vjen era hudhër juve etj. Salcice që donte Bianca, lule lakër, portokalle, speca, brokoli, kunguj, tomato, ketchup, barbecue sauce, edhe ca karrota këtu. Cornflakesa për Biancën, që nuk janë healthy, ndonjëherë hap bukë me gjalpe me budalliqe në mëngjes, ndonjëherë hap pite me prosciutto, me djafra me gjëra brenda, ndonjëherë do këto cornflakesat. Nga këto që t'ja marr ndonjëherë Evanit më shumë, sidomos kur jemi rrugës për të marrë Biancën, kam marrë 2 taco, kurma, mbas kanë rënë ja 2, ishin nga 55 pence më duket, a 50 pence një, po janë të mira tha Mario. Kjo është brum për miell të bardhë edhe e bën bukën goxha të mirë. Unë kam edhe nga ai ziu që kalamajtemi nuk po e han edhe aq mirë atë, kështu që çfarë bëj tani përziej të dy unë edhe del mirë. Mandarina, tash këto domatet, flour again, që ta përdor për të gjitha. Prapë edhe një kështu, edhe patatet kuqe. Patatet kuqe, jo patate ëmbël, është e kuqe. Edhe këtë kështu. Peles më duket si më që ka thyrë njëra. Jo. Nice. Dardha. Pite. Javë në fundit, një javë para kësaj shkuam në Tesco, se zakonisht kemi qef kur hajmë në drek atje, edhe jemi që jemi bëjmë dhe pazarin. S'kam marrë as gjysme jo shumë, as çerekun e këtyre, në më shkojnë 115. Okej, jam dakord që ne morëm çik vera me shumicë. Por jo tani deri në këtë pikë. Choco hoops. Portokalle. Lule lakër brokoli. Salsa, janë chopped tomatoes, domatet të coptuara. Por kam marrë edhe si puna kësaj një 4, më duket, një 3-4 s'më e mend. Domate. Mario ka marrë këtë djathin që është për në furr, bri. Ka marrë këtë që ta ha me meze, që do të thotë duhet bëj një pjatë me mezën për darkje. Pse është për kjo kështu si lule? Nga ndriçimi. Ua. Po jo, më duhet reflektoj ajo diku që vjen. Kam rënë shumë rehat me këto. Janë goxha të mëdhaja dhe janë të mira dhe Evanit nuk i irritohet prapanica. Por edhe për juve për shembull që jeni për shtëpi që ju duan letrat lagme, këto janë goxha të mëdhaja dhe vërtet ja vlen. Kam marrë dhe këto të ngrira dhe ti tani ti ngri. Më pëlqejnë shumë këto. Sidomos kur i bën çik me plur hudhre ose me gjalp edhe plur hudhre del fantastike. Tomatat thar. Dhe thash, unë do meze Mario, kështu që duhet përgatitem mirë unë për të ndarke. Domethënë duhet përgatitem në sensin që duhet bëj shumë gjëra që të hajmë. Salcice për barbecue. Se të saj kemi marrë të Morrisonsi, këto mishrat i kemi marrë të Morrisonsi. Djathra është gjitha këto të tjerat, do t'i sistemoj. Këtë javë neve jemi okej. Mendoj se mund të shtojmë gjatë javës tjetër. Mund t'jenë perimet, frutat këto. Jo në një gjë tjetër. Tani t'i sistemojmë gjitha këto.
Edhe pastaj shohim e bëjmë. Tani po filloj marinimin e mishit. Edhe I hedhim krip. Rigon, që ne pothuajse e përdorim në çdo gjë këtë rigonin, se është shumë I mirë. Piper të kuq, çfarë doni erza mama. Edhe përziejmë. T'ju bëj një pyetje. Edhe juve keni kaq shumë fruta sa unë. Kjo është goxha e madhe dhe është mbushur plot me mandarina, portokalle, hurma, dardha, banane, ajo tjetra me moll. Se më duket sikur po bashkuan mollët bashk, prishin çdo gjë. Mario. E shikoni ka filluar dali bari, ja? Hey! Amo Evan, çfarë po hatimi mam? Kjo ka hëngur dreki bie sot, ë? Shake, shake, shake. Shake it off. Shake it off. A ka një gjë për mua? Hej! A do s'pojsi? Dua një gjë çat kesh. Jo pash zot në bab se është me fjori. Na. Do ver djali. Mere këtë vera, jep jetë shubi. Jo, jep ti unë pa ha. See Billy to sit here. Papi, I will do it with a metal one. Është era para, shiko pasjurat e super. Është era para që ne po bëjmë barbecue mba shumë kohës, domethënë kur rregullum kohë. Këtu po bie shi, dakor? Kjo është kjo arti im. Ja, qa bën shqiptari, djali babit, verushkëza. Bjanga babit ishte ajo që tha që sot duhet të bëjmë barbecue, sepse unë kisha marrë në punoja. Mirë po, Bjanga made the best decision. Baba po kolota. Shiko tani qa. Shi I papam, ky është bari jon, që vërtet bëra gabim që duhet të kishim vënë kështu nga ato, po nejse. Edhe ky do rritet. Edhe këtu janë kalamente babit që ka babi zemën. Tani kjo ishte puna ime që doja të bëja sot. Vera paca kështeja. Këtu është mishi special. Dielli babit vet. Edhe dielli babit vet tjetër. Ha? Tani. Ha, bëjmë stil. Tani, Vera thotë e piva gjithë shishën e verës. Edhe qa bëra? I love you all. Mirë mëngjesi dhe mirë se vini të diel. Mendoja që do dilim të 4, mirë po Maja si doli punë të shtëpia. Edhe ikëm, ne të 3. Dhe kështu menduam edhe tham të dalim që të 3. Sepse është dita shumë e bukur për të ndonjë në shtëpi. Sot është e diel, do dalim një xhiro sepse nuk rrin dot fëmijët në shtëpi dhe me të drejtë. Parku është I lagur se ka rënë shi të mërshëm deri në orët e para të mëngjesit. Kështu që do bredhim, do pim një kafe te Costa. Mendoj. Pastaj në shtëpi çfarë bëjmë? Hajde mami. Krishtlindjet këtu. Edhe do shohim ca gjëra. Really? Sa të lezetshme. Shikon çik sa të lezetshme këto kroksat. Hajde lupi mami, you want to take off your jacket? Sa të duar gjëra këtu. Me bollëk. Okej, unë dua të gjej një ashu letra për santën, me thënë drejtën. Shë sa I bukur këto. Shumë për t'i vënë në dritare apo në një vend. Unë nuk blej se kam me të pritës edhe nuk dua ta ngarkoj akoma më shumë nga çkam. Po ai pëlqeu shumë. Po s'po gjej ato për letrat e santës dhe për atë erdha më shumë unë këtu. Let's check again. Ha mami. Come on, are you driving driver? Beep beep. Kur është parku I largur, I çojmë kështu në qendër tregtare, një të vockël që kemi këtu. Më mirë këtë se hiç. Evan, çfarë po bën me mam ti? He's watching the Beep video. beep 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 He's beep watching beep the beep. video. Are you driving, you bus driver? I'm not a bus driver. What are you? I'm a mother. You are a mother with a baby? Oh, great. Beep beep, Evan, beep beep. That's my home. Oh, vdes unë që jep makinës ti.
Ai kthesh ka qefteci pak. Evan, let me see your face. Bumpity boop. Bumpity boop. This is my Santa. Beep beep. Beep beep. Beep beep. O Eva, një mami, një timon, muan. Një këtu mami, këtu vej durën, këto. Durën. Aty vej durët, o zot. Shikoni pak sa e lezetshme kjo shtrigë. Yeah, mami. Is Miss Hawks ready? Busa mi qosh. Si se ta hash me luk, ta hash me grosh, ta hash me kos. Ja, ku qa bëte Mario, të ko që ne ishim tu pikat. Bravo Mario. Tani o bori është ky, është bërë. Okej. Ato gjërat do na duhen për të bërë pjesën përpara, prandaj kemi lënë aty, për ndryshe sapo tikin ato do mbillet me rukële, domate vitin tjetër. Oh, yeah. Ky është fundi që i morëm Biancës. You look so pretty me. Oh, hello my little lupi. Nei. Shive, mjeshtër Mario. Lone dy. You can leave it there, mami. Mjeshtër Mario. A bësh kaj kafe? Do i kafe ti tash mo? A bë kaj kafe? Ti e bë për bukë, mo ç'a kafe?